إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokët e tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot në emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu Ar-Rashid, që është emri i 98 i Allahu xhaleshanuhu. Në dash Zoti, inshallah, xumën tjetër ose në xumat e ardhshme do të përfundojmë me shpjegimin e emrave të bukur të Allahu xhaleshanuhu. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu Ar-Rashid është njëri nga emrat e bukur të tij, e cila në gjuhën tonë e ka kuptimin frymëzuesi, udhëzuesi i urti. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili planet e veta i sjell deri te qëllimet e tyre sipas mënyrave të vërtetuara të veprimit, pa kurfar shpjegimi, përmirësimi apo udhëheqje. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili është i lartësuar. Allahu xhaleshanuhu është frymëzuesi. Allahu xhaleshanuhu është udhëzuesi. Allahu xhaleshanuhu është i urti. Ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu përmendet disa herë në Kur'anin famëlar. Mesin e tyre përmendet në surën El-Kahf, ku Allahu xhaleshanuhu e shpjegon edhe komplet në surën Kahf tregimin e disa trive, disa djemve, cilët u larguan nga njerëzimi, hynë me një shpellë vetëm se për një qëllim, për me rujt besimin e tyre. Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 10 të surës El-Kahf e përmend këtë rast ku ata i bojnë lutje, i bojnë dua Allahu xhaleshanuhu, duke i thonë Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyin lana min amrina rashida. Zoti ynë na dhuron nga ana jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim drejt në këtë punën tonë, në këtë çështjen tonë. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor na e shpjegon këtë ngjarje, sepse këto tri u larguan nga dheu i tyre pikërisht për me rujt fen dhe besimin e tyre të shtrenjtë. Këta tri u strehuan me një shpellë mal që të mbroheshin nga populli i tyre, i cili vazhdimisht i ndiqte. Kur hinën në shpellë, to i drejtuan duart e tyre, bën dua, bën lutje, i kërkuan Allahu xhaleshanuhu, o Zoti ynë, na dhuron mëshirë, rahmet nga ana jote, do me thonë, na dhuro o Zot mëshirë, duke na mbrojt nga përndjekja e popullit tonë. Pastaj pjesën e dytë të duas thanë na jep udhëzim të drejtë në krejt këtë çështjen tonë. Do me thonë, bëjtja përfundimi i çështjes tonë qekte e mira, qekte e udhëzimi, qekte e drejta, si thuhet me një lutje që vjen në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se
për çdo gjë që vendos për ne o Zot, bëje që përfundimi i saj tjetë rushden, pra i mirë, tek e vërteta dhe tek e drejta. Lutje të cilën do të aboje çdo besimtar dhe besimtar. Duhet i drejtohet Zotit të gjithësisë, ashtu si që ju drejtuan këta të ri, Allahu xhaleshanuhu, që përfundimin ta kenë të mirë. Dhe secili prej nesh, çdo punë jetën tonë kur e bëjmë, duhet t'i kërkojmë krijuesit tonë, Allahu xhaleshanuhu, që fundin ta kemi të mirë, që fundi i çdo punës tonë tjetë i mirë. Pastaj në surën El-Bekare, Allahu xhaleshanuhu në ajetin 256 drejtohet dhe thot la ikrahe fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Në fe nuk ka dhunë as qarue vërteta nga e kota. Që do thot vëllezër të ndershëm besimtar, nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na tregon se në fe nuk duhet të ketë dhunë, sepse dhuna është diçka e panevojshme. Dhuna apo detyrimi me pahir bëhet vetëm për çështje tërta, pa pranueshme, me shenja argumentet pa qarta, ose për ndonjë çështje shumë të urrym për shpirtin. Dërsa ki din, kjo fe, e drejt, ashtë shumë e qartë, e pranueshme, e kuptueshme për secilin shpirt. Bazat i kësaj feje janë shumë qarta. Rrugët e transmetimit të kësaj feje deri tek ne janë sigurta dhe kanë dëshmi, kanë verifikim. Çështjet e Islamit janë të sqjellume e të shpjegume shumë qartë. Në këtë fe është nda e drejta nga e pavërteta. Mjafton për një njeri të mençur që vetëm se kujtohet pak, hije të analizuje pak këtë fe të pastër dhe s'do men se do të deshifruje këtë fe të natyrshme. Dërsa ata të cilët e kanë qëllimin e keq, qëllim prishurit, shpirtëzit, e shumë në qartë vërtetën, por me vetdijet plotë zgjidhin udhën e kotë me shku. Me vetdijet plotë nuk e pranojnë të vërtetën. Ato e shohin të mirën, por ju pëlqen të shkojnë te shamtumja. Till njerëzër ka në çdo kohë. Ka pas në kohën e kalume, ka dhe në kohën e tashme, por të till njerëz do të ketë deri në ditën e kiametit. Çdo men se Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë për ibadetin e askujt, nuk ka nevojë për adhurimin e askujt, aq më tepër të këtyre njerëzve të cilët janë shpirt prisht. Nuk ka nevojshme që këta detyrohen ta pranojnë fen e Allahu xhaleshanuhu, sepse është e padobishme dhe e pafritshme. Kush e pranon fen i detyruar nuk e ka besimin e saktë, nuk e ka imanin e saktë, e ka imanin e papranueshëm. Nëpërmjet këtij ajeti vëllezër të ndershëm besimtar, Allahu xhaleshanuhu na e ban me dije se ne nuk kemi nevojë me përdor dhunë me e bin dikan për dinin e Allahut e xhaleshanuhu. Të gjithë ata të cilët mundohen që nëpërmjet dhunës me shpjegu fen, ata vetë se kanë kuptu mas fari fen. Ata nuk e njohin mirë fen. Ata kanë probleme me njoftimin e fesë islame. Ata janë njerëz të cilët ende besimi, imani nuk ka hyrë në zemrat e tyre, që tjenë nga ata të cilët ta shpërndajnë këtë dritë, këtë nur tek të tjerët. Ky nur mungon në zemrat e tyre. Ky nur mungon në shpirtat e tyre. Ky nur hala nuk ka gjetë vend në zemrat e tyre. Dhe çdo mend se fillimisht duhet ta pastrojmë veten tonë, pastaj kemi nga ata të cilët mundohemi që ta udhëzojmë familjen tonë, rrethin tonë më të ngushtë, edhe duke shku më të tje edhe më të tje. Çdo mend se edhe ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu Ar-Rashid, frymëzuesi, udhëzuesi i urti,
Ka shumë frite të besimit. Ka shumë frite të cilët i përcjell ki emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu. Për i friteve të emër bukur të Allahu xhaleshanuhu është mbështetja tek Allahu xhaleshanuhu në çdo vendim. Besimtari dhe besimtarja nuk mbështeten vetëm në mendjen e tij, nuk mbështeten te puna e tij, nuk mbështeten vetëm se ata që e kanë bën vetë, por besimtarja dhe besimtarja gjithmonë kërkojnë udhëzim për çdo çështje nga krijuesi i gjithësisë, nga Allahu dhul xhelal. Qetësia e zemrës kërkohet tek Allahu xhaleshanuhu. Kur e dim ne se Allahu xhaleshanuhu i drejton të gjitha xhanat me urtësi për sos, zemra jon qetësohet edhe kur nuk i kupton me njëherë sprovat apo na valohet përgjigja nga ana e Allahu xhaleshanuhu. Për i friteve të besimit, vëllezër të ndershëm besimtar, nga ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu, secili prej nesh e kupton se ne duhet të mbështetemi tek Zoti xhaleshanuhu. E keni pa, kemi hall, kemi dert, kemi problem, lloj probleme, lloj halle kemi, mirë po edhe lodhja në udhim kur jemi vëllezër të ndershëm besimtar. Tamam him në xhami, na duket se sikur se më kon në një vend sigurt. Më thonë mbështetje tek Zoti kërkojmë. Na duket sikur se të gjitha hallat, të gjitha problemet, ama kjo në aspekt shpirtëror është. Këta e shijon i rrallë o vëllezër të ndershëm besimtarë. Ai cili vjen vetëm formalisht, hin në xhami, del formalisht për xhami, këta se shijon. Andaj duhet ta pastrojmë jetën secili prej nesh. Prej friteve të imanit, besimit, këtë emër të Allahu xhaleshanuhu, është kërkimi i vazhdueshëm i udhëzimit. Besimtari dhe besimtarja vazhdimisht e shton lutjen të cilën e bëjmë në çdo namaz. Në surën El-Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Sepse e di se vetëm Allahu xhaleshanuhu udhëzon në rrugën e drejtë. Nuk ka krijesë që udhëzon njeriu në rrugën e drejtë, as veç krijuesi. Nëse dikush kërkon nga dikush që ta udhëzojë në rrugën e drejtë, gabim e ka. Duhet t'i kthehet krijuesit, t'i drejtohet, t'i kërkoje udhëzim, sepse krijuesi është Allahu xhaleshanuhu, ai i cili na jep udhëzim atij që don dhe si jep udhëzim atij që do. Pastaj prej fryteve të besimit këtë emër të Allahu xhaleshanuhu, Ar-Rashid, frymëzuesi, është largimi nga mendjemadhësia. Kur i kupton njeriu se dituria dhe mençuria e tij janë kufizuar, ndërsa udhëzimi i vërtetë është vetëm Allahu xhaleshanuhu, atëherë duhet të largohet prej mendjemadhësisë. Mos bëhet mendjemadh derisa e fal namazin. Mos bëhet mendjemadh derisa e jep një sadaka. Mos bëhet mendjemadh derisa e jep zakatin. Mos bëhet mendjemadh derisa e agjeron Ramazanin. Mos bëhet mendjemadh derisa e kryen haxhin. Mos bëhet mendjemadh derisa e bën një vepër të mirë. Tu duhet të ruhemi vëllezër të ndershëm besimtarë, sepse mendjemadhësia na i shkatron të gjitha veprat tona. Edhe namazin ton, edhe Ramazanin ton, edhe zakatin ton, edhe haxhin ton. Një zerre, një grinjë që vogël që nuk shifët me si, me pas mendjemadhësi, probleme kemi me besimin ton, me imanin ton. Pastaj, prej fryteve të besimit në këtë emër të Allahu xhaleshanuhu, ashtimi i urtësisë dhe maturisë. Besimtari dhe besimtarja obligohen, spaku duhet përpiqen, mos nxitojnë gjykime. Se na kemi zanat për çdo gjë e etiketojmë njerin. E njohim njerin, se njohim njerin, njëherë kemi qef nga 5 etiketa me Allah. Jo kjo është kështu, jo këtë kështu, jo kjo është ashtu, jo e ka edhe që këtë edhe, a hitë se një njerin. Keni pas raste dhe ju me siguri jetën tonë përditshme, folmi, çka zi për dikan. Ndodhët, një me gjles më atë, të i që ki njohë njerin. E besimtari, ku i jeti imani i ti, ku e ka besimin e ti. Çfarë namazlia në ki, çfarë zanlia në shki, çfarë haxhia në shki, çfarë hoxha në shki, çfarë mësuesja në ki. Më thonë,
besimtari dhe besimtarja duhet jem nga ata të cilët e shtojnë urtësinë dhe maturinë, edhe në gjykime. Duhet veprojmë me mençuri, me drejtësi, me maturi, edhe nëse ja shef dikuj një të keqe, një të metë, ush jam blon dikuj një të metë, Zoti Dhul Xhelal thot pejgamberi alayhis salam, kam jam lu një të metë në ditën e akiretit. E secili prej nesh o vëllezër të ndershëm besimtar, në këtë botë kalimtari kemi të meta. Kemi nevojë secili prej nesh që në ahiret Zoti xhaleshanuhu na i mshej një të metë. Andaj edhe na jemi sebeb që mshejmë ndonjë vllavit ton një të metë, mos ja zbulojmë të metat, mos krenohemi me të metat e tjetrit, por që mshejmë për hir të Allahut, çdo mend se Allahu xhaleshanuhu do të jetë ai i cili do të meta do të na mbulojë ditën e akiretit. Këtë drejtim vëllezër të ndershëm besimtar, transmetohet, shpjegohet një ditë një djalë i cili kishte probleme me sit, një djalë i verbër, ishte ulë me një qështë rrugës dhe prit ke kush t'i ndihmoje me pare ose me ushqim. Një burr i cili ishte duke kaluar t'i pari, u afru, dhashka e kishte një jetë me dhanë, edhe e mur atë letrën, se ki qëtu një letër ki, ku kërkoj ke sadaka, e kishte shkrujt jam i verbër, ju lutëm kini rahmet, ju lutëm kini mshirë. Mirë po, e mur, ki i cili e ndihmoj edhe janë ndroj tekstin, i shkrujti këtë tekst. Sot është një ditë shumë e bukur, por unë nuk mund të shikoj. Prej momentit që e ndroj tekstin, njerëzit me të madhe fillun me vizitu, me ndihmu, sa që ki habitët thot asë njëherë s'ka ndodhë që të ndihmojnë që ka të shumë që ka ndodhë. Dhe i djali, në bromje kishte rrugën ati, që ja ndroj tekstin, unale dhe e pa, ki e kapi për kame, e diktoj, e hetoj se qaja, të lutëm tha, qka bone se shumë njërës ka dhardhë, më kanë ndihmu. Kur qohë tha nuk bona, vetëm se e ndrova tekstin. Më thonë, kjo është urësia o vëllezër të ndershëm besimtar. Ne do t'jemi nga ata të cilët t'u shpjegojmë njerëzve bukurin, urtësin, mënyrën më të mirë, jo në ato mënyrat e vrashta, jo në mënyrat e këqija vëllezër të ndershëm besimtar. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, prej urtësive, nga ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu është forcimi i tevekulit ose mbështetjes tek Allahu xhaleshanuhu. Besimtari dhe besimtarja vëllezër të ndershëm besimtar, i dorëzohet vetëm Allahu xhaleshanuhu, duke qenë i bindur se Allahu xhaleshanuhu e drejton robën e tij ka e mira. Edhe kur njeriu nuk e shijon më një herë të mirën. Ne jemi rob zaif. Ne jemi rob të cilët kemi qef për një minutë krejtë senët t'i bojnë. Allahu Dhul Xhelal i ka falë 24 orë, na dojmë për një minutë krejtë t'i bojnë. Edhe lutjet tona kur ja drejtojmë Zotit, dojmë një herë, si me atë shkopin magjik, lutja ta na pranohet. Jo vëllezër të ndershëm besimtar. Lutja, duaja, ka rregulla, se si duhet bëhet, se si pranohet. Andaj, ne duhet t'jemi nga ata të cilët e forcojmë mbështetjen tek Allahu xhaleshanuhu ose te vekulin dhe e fundit prej porosive të këtij emri të bukur të Allahu xhaleshanuhu, dashuria për dijen dhe të vërtetën. Sepse rruga e drejtë ndërtohet mbi dije, jo mbi padituri, jo me fantazi, jo me muhabete, jo me thashëfalme, por me dituri dhe dashuri ndaj krijuesit xhaleshanuhu. Duhet jemi nga ata të cilët e dojmë dijen, o vëllezër të ndershëm besimtar. Jo formalitet, jo për story dijen me ditën. Jo për statuse me bojë një status edhe mos shka bona unë, shka thash unë, a e ka vedhat status. Ne shohim se shka ndodh në për Facebooket tona, ose në për rrjetet tjera sociale, edhe krekosët me ata shka ka bon, jo.
Duhet mu ullë, me nxe karikën, me mësu, me studiu, me motivu gjeneratat e reja vëllezër të ndershëm besimtar, që shkojnë kadia, të mësojnë. إلهي وخلاقي